Agjencia Shtetërore e Kadastrës ka njoftuar se qytetarët kanë mundësi të kryejnë pagesa për të gjithë shërbimet kadastrale edhe përmes aplikacionit të një prej bankave të nivelit të dytë. Ky inovacion synon të bëjë procesin e pagesave shumë më të shpejtë, më të thjeshtë dhe të dukshëm më të sigurt, duke u dhënë përdoruesve më shumë lehtësi dhe fleksibilitet në kryerjen e veprimeve të tyre. Sipas njoftimit zyrtar, qytetarët u mjafton të skanojnë faturën përkatëse në aplikacionin bankar dhe pagesa regjistrohet menjëherë në sistemin e kadastrës. Kjo do të thotë se trajtimi i aplikimit për shërbimin e kërkuar nis pas një vonesë, duke shmangur pritjet e panevojshme apo nevojshme për të kryer procedurën shtesë. Ky shërbim i ri online edhe është një pjesë e paketës më të gjerë përmirësimesh së kadastrës dhe po ndërmerr për të modernizuar mënyrën e ofrimit të shërbimeve publike. Me këtë hap, synohet të reduktohen radhët në sportele, të shmangen procedurat burokratike dhe të shitet aksesueshmëria ndaj shërbimeve digjitale për qytetarët kudo që ndodhen. Agjencia thekson se ky sistem pritet të përmirësojë ndjeshëm përvojën e përdoruesit, duke ofruar më shumë transparencë, efikasitet dhe siguri në të gjithë proceset administrative.